korriku i këtij viti, sikurse korriku i vitit kalum, na gjen prap me tema politike dhe ngërshje institucionale deri në mas, po me që edhe koha nuk është e përshtatshme për me fol për tema veç politike, me që tash po buhen goxha bajate, sot po shpresoj që kemi me gjetë shtigje tjera për me fol edhe për tema tjera sociale e ekonomike, me që i ftumi jam, sot është deputeti i sapo zgjedhur, Ilir Kërçeli, apo Ilir s'është hala epiteti deputetit derisa të ndodhë certifikimi edhe derisa të konsiderohet kuvendi. Mirë se erdhe dhe faleminderit që i gjetë kohë me na u bashku. Faleminderit për ftesën Dibran edhe të përgëzoj shumë për që e ke fillu këtë podcast, mos t'i them emision. Edhe uroj me të shku sa ma mirë dhe besoj që ka pas nevojë edhe hapësirë, kështu që të përgëzoj edhe shpresoj me të shku shumë mirë. Faleminderit. Na po e bëjmë ma shlirë, se tash thash edhe vera, edhe me hi me njerë të temat. Mu po mduket që ka nisë më vështirë, po kastës politike me gjatë që kanë qëndru edhe në një lloj ushqimi. Po hina me këshyre lirë para se me hi dhe më thënë të që kjo karriera jote këtë politike, e pash edhe më duke interesante që para karrierës politike pas një karrierë, ta themi, ose një angazhim këgja të frytshëm edhe në sferën e industrisë të biznesit privat, po para se me ardhë kjo periudhë, desha me ditë nështë që shukon në jeta e një fëmije të 90-ave, unë jam 96, e pak diferencë në vitin në, si me thonë, 90-at, ka bo shumë diferencë në të kuptumë dhe të ngjalljes së vedijes neve që jemi mrena kësaj republike. Për shembull, 90 që e mon men shumë a mirë luftën, e ka përjetime tjera, mos flasim për ata gjeneratët që janë para 90-ës, unë 96 kom shumë pak kujtime, po që e diferenca, po di qysh e ki pa, po më nëjë qysh e ki përjetu edhe çfarë kujtime kiti prej një fëmije të viteve 90-a. Prishtinë, Dardani. Po, jam lind edhe jam rrit në Prishtinë. Baba ka ardhur në mu shkollu në shkollë të mesme në Prishtinë edhe mas ka ardhur prej Kamenicës. Baba shkollën fillore ka përfundu në Kamenicë, atje edhe ku ka lind. Edhe pastaj ka ardhur këtu për një shkollim më të mirë, ka dasht me vazhdu, e ka pas atë ëndrrën e tij për inxhinier, cilën edhe ka realizu dhe mas ne ka kriju këtu familje, ka vepru këtu në Prishtinë dhe ka vazhdu me ndërtu familje në Prishtinë. Unë kom lind edhe jam rrit në Prishtinë, po jam gjenerat e vitit 90, konsideroj që shtatë edhe jo ma eret, unë e kam një koncept që mendoj që gjeneratat e lindura për vitet 80, 90, deri në vitin 2000, unë mendoj që pa dyshim që e kemi përjetu luftën në format të ndryshme. Mendoj vllaun e kom gjeneratës 80 edhe ai ka qenë shumë i kufizum në atë fëmirinë e tij për dallim prej viteve 90 e mas nej për dallim edhe prej viteve 2000 kur veç ndodhi çlirimi i Kosovës. Një fëmijë kum kalu fëmirinë në lagjën Dardania, aty jam lind. Normalisht jo me kushtet të mira ekonomike, baba ka qenë inxhinier, ka shkollu për inxhinier, ka diplomu nëse s'gaboj në vitin 80 edhe nëse s'gaboj i makinerisë. Edhe nëse s'gaboj në 82 është hap termocentrali Kosova B edhe është punësu aty si inxhinier. Nana ka qenë ekonomiste, ka punu në bankë, po 3 fëmijë me si çdo familje shqiptare në atë kohë, jo me ato se çfarë i gëzojnë sot fëmijët me mundësitë që i kanë sot. Normalisht shkollën fillore kum kryer në shkollën fillore Dardania, kum pas mësuesen kimete Hyseni, pastaj shkollën e mesme në gjimnazin Sami Frashëri. Edhe po du më ndalë të pak, pas shkollës mesme, nuk e di pse,
kom pas ëndër mjekësinë. Kështu në shkollët mesme dhe në shkollën fillore e kom ndërru me qenë mjek. Edhe kur përfundoj shkolla e mesme, ky testi arritshmërisë këto Në cilin vit ki përfundu shkolla e mesme? Po tash 90, kur pi vjen viti 2006-2007, po, qashtu pi vjen, po. 2007. E patun pas edhe një sfidë familjare bashkë në atë kohë, ka qenë prindje pa diagnostifiku baba me kancer edhe normalisht që u presh ajo rahatia familjare atë. Edhe maj men ka qenë kështu ti em rrin atë moshën ku ti don pak mu pavarësu prej pushimet e tua verore, don pak besoj gjithë tritë kam rri ato me shku për herë të parë me shoqërinë në Bregdet e kështu edhe tha baba qyre tha që do me shku në pushime, tha nuk ka me shku në pushime pa u pranu në fakultet. Edhe e mendova njerë thash që me shku në mjekësi, të rukoni numër shumë e rrezikon pushimin. Thash me shku në mjekësi, thash po m'lej kanë këta më rrë pa deti me shku. Po shkoj ekonomik, thash garant, ma pa konkurencë, dhe pranuna sigurt me të parun, dhe thash realizoj pushimin. Adin. Kjo ka qenë ajo pse s'kum vazhdu për mjekësi, e desha që mundësit janë shumë të vogla, ka qenë nëse s'gaboj 50 u pranojshin atër mjekësi, e për kundrazi në fakultet ekonomik dhe juridik ka qenë mundësia ma e letë më pranu, dhe pse sot po dëgjoj që po mesin shumë venet të lira në universitetet publike. Kotat janë me gjitha të nalta, unë e prapë menoj që tregu nuk ja absorbën, po kotat janë të nalta me që ka shumë staf akademik, kështu që ajo ndodhë që mbesin, po me gjas ka ra interesimi, ka shumë faktor tjere dhe ekonomiko-social, demografik, si me thonë që sidomos edhe zhvillimi unë mendoj që ka shumë ndikim në zhvillimi teknologjisë. Sot po jem shumë afër çdo lajmi, çdo informacioni. Edhe që shkeshtu të regu, po vazhdova asë një regjistrova në fakultetin ekonomik, marketing. Nuk e di pse në atë kohë ishte ajo zhvillimi i bizneseve, i televizioneve të na, i produkteve, me sa e mbaj men në atë kohë, kur unë veç u regjistrova në fakultet, fillun edhe shumë kompani të reja mu hapë, prej tyre ka qenë nëse s'gaboj edhe operatori EPCO, i cili pa shpenzu shumë mjetën në marketing, kur ka hi ka pas pru 50 centin, diçka që bravo, pikërisht, u kanë bleje biletën e koncertit, e merë edhe një numër e kështu diçka, po du me thonë, ka qenë diçka e re për mu në atë kohë me pa një marketing kaq brutal, kaq drejt për herë të parë që u shpenzojshin shumë mjetë, të kishe mundësi me has në product placement gjithka, me has në marketing direkt, edhe këtë diçka e re për mu që më pëlqejke me studiu, me pa qatë kurreshtin, se qysh mund më ndërtu që ajo, edhe fillova fakultetin ekonomik, drejtimi marketing, po fillova me pas edhe pasion për çka studiojsha. Edhe mas nej gradualisht edhe tu studiu, kum pas pasion të madh, menoj si çdo i ri me qëndru shumë gjatë në pajisje teknologjike për me zbërthy ma thjesht në kompjuter. Edhe ishte qaja koha kur 2008 vetë se dul në treg platforma YouTube. Edhe si një i ri kurreshtar kështu me ulumtu qa ka, normalisht kontaktoj shumë edhe me komunitet kështu në internet, edhe bashkë me dy shok në atë kohë, Kushtrim Morinën dhe Kushtrim Binakun, fillu me jetësu diçka që deri në qatë kohë për neve ish pak e pa njohur. Me fillu me kriju një kompani ku ti u shërben njerëzve, ku jep shërbime, sidomos në atë kohë ma shumë komunitetit të muzikës, po edhe për prodhimit televizioneve, të produksioneve. Edhe kështu arritu me zhvillu një kompani shumë të mirë, shumë të shnosh. Mas 2010-ës? Po, mas 2010-ës. Arritu me punësu, si me thonë, të ri në nërë kanë kalu mbi 200 të ri që kanë punu në nërë. Kështu kanë qenë punëtor, bashkëpunëtor, mësë me thonë, se bashkëpunëtor kam qef me qujtë, kanë qenë 20 në anumet, po gjatë viteve kanë kalu mbi 200.
Aty na e krijuam edhe një përvojë të rekrutimit të bashkëpunëtorëve, të intervistimit, me pasi që apo kërkohet treg, qysh mujmë që ato me formalizu, qysh mujmë me bashkëpunu, që realizohet një kontratë për një bashkëpunëtor, që realizohet një kontratë për klient, a kjo na shërbej mjaftueshëm për na me marr një drejtim të mirë. Qa interesant është, domethënë, lirë qysh ka njëherë edhe bashkëpunimet që i ki mrena, për shembull, platformës që i keni kriju ju, të mesin men, ose të asociohen, të kujtohen përmes artistëve që kanë performues. Performues që për shembull kur e përmen Onerin, më asocion me Stupcat, di pse. Po, kanë qenë pi klientave të parë, shumë supërtues për në atë kohë dhe shumë na kanë ndihmu, si më thonë atë kohë ka qenë edhe një marketing mes komunitetit ku e kanë referu njëri tjetrin. Disa vite aty kemi vazhdu bashkarisht, Oneri edhe sot ekziston, unë vazhdoj me qenë aksionar në Oner, vazhdon Oneri tash është një kompani shumë e shnosh, ka prapë kena vazhdu gjithë me qëndru me atë idenë që me qenë gjithë brenda Onerit 3 me qena e fryma rinore. A fillove e lirë me eksploru vetë në fillim që me thonë po flasim edhe për YouTube-in, me siguri si platformë kryesore. Po jo, ajo kurreshtja unë sot kur të rri me, për shembull, edhe me nipat e mi, edhe me mbesat, edhe kur diskutoj me dikon ma të ri, është si sot kjo kurreshtja për inteligencën artificiale. Unë besoj se kushdo i ri sot që ka fillu prej fillimit me marrë mësime për inteligencën artificiale dhe kush është të e përdor mënyrën e duhur, se qërën thash edhe interneti është forma që shpërndorë. Në atë kohë, kur fillova me najtë shumë në kompjuter, e mbaj mend rresha, si me thonë, dej në orë të vona, në herë dhe dej në mëngjes. Edhe kur u qejke prindi me shkum punë, në gjejke në herë, zgjuta e ka pas idenë që unë po luj. Shpesh më ka thonë që pas ke me dej mëngjes të lujtë, edhe pse i thësha që jo mëre, kesh të këshyshja, jo me dhe ke pas ke lujtë Counter-Strike, anajse, dej mëngjes. Adhe nuk kanë e pa akceptushme, gjithmonë ka qenë ke lufta e gjenerata, kjo, diferenca e gjenerata. Edhe në atë kohë, po të thëmë për një kurreshtjes të madhe, të nejtë shumë në kompjuter, të lumtu, në atë kohë dulë YouTube si platformë, mas në jaja kurreshtja se qa mund me operu me to, njëtë si kur kanë dojë platforma tjera, Facebook, Spotify, inteligencë artificiale, shpëtëm, edhe pak me provu, me pas interakcion me qatë platformë, edhe qashtu ka lindë edhe ideja që po mu ishe këta me shëndru edhe në biznes, ose me komercializu, për shkak që në atë kohë jo vetëm në Kosovë, po në krejtë botën, se ishtë platforme re, ishte pa njohur për shumë prodhues, për industrinë, ishte një platforme re, e cila menoj që ka kontribu shumë edhe në kulturë e artë, sepse i ka pavarësu shumë artistat, i ka pavarësu shumë komunitetin krijues, që mu marrë me ato që e kanë pasion edhe dëshirë, edhe me pa mas nejse, apo shpërblehet ajo, apo ju kthehet në pagesë në bazë të shikueshmërisë. Mas shumë viteve në Oner, vendosa normalisht prej vitit 2010, e kumë bështet lëvizjen vetë vendosin. E kumë bështet shtu edhe si votus publikisht, po edhe në kampanja që i kam pas. Në vitin 2019, jëmë përfshi pak ma shumë, sepse e kryu ma atëher një grupë për me ba sloganin për zgjedhje, qysh mu paraqit ai slogan brend bukun e këto, edhe u pa ta përfshi pak ma shumë. Qa kondi me mendje me të? Erdhi dita nëse s'gaboj, po, edhe shkriju bashkarisht edhe dizajni edhe slogani, edhe normalisht për një grupi ma të madh. Edhe njëjtë edhe në vitin 2021, krejt dhe drejt ka qenë atëherë. Edhe mas neje pata një ftes prej nënkryetarit lëvizjes, Glauko Njucës, që mu bashkan gjitë para praktisht mu bashkan gjitë në kabinetin e Ministrisë Punëve të Jashtme, si këshilltar, po, edhe u bashkan gjitë aty, tash politika unë mendoj që na, sidomos këtë gjeneratën që shë përmende, na 10,
edhe pak gjeneratën ma të re, po edhe gjeneratën pak ma të vjetër, konsideroj deri të gjenerata ku ke lind edhe ti. Menoj që kena qenë të ekspozum në ndaj politikës shtu pa vullnetin tonë. Unë e konsideroj bile që... Ato dhe shta me përmenë, kur the edhe për përjetimet e luftës, nëse nuk janë direkte të prekshme, bashkë nisa me menu, qysh na, do të thonë në krejt najat e mazdarkës së pas luftës, na ju jemi ekspozu rrëfimeve të luftës që në konë shumë të freskëta dhe... Pikrisht. Po jo veç asaj, po edhe para luftës. Unë e konsideroj, shpesh edhe ja bëj si pyetje vetës, unë konsideroj se që këtë generata 80, 90, shveceka, unë menoj që qërë tash këto, që kam fillu si dukuri shumë mu diskutu edhe mu bo debate mes shoqërive, kjo tema e angthit, ose unë menoj që këto e kanë qatë burim. Mujna me thonë që na e këna pas një fëmiri shumë shëndetshme. E këna pas harmonin familjare, ndoshta pavarësisht kushte financiare, po menoj që këna qenë të ekspozum ndaj një atmosfere negative që ka qenë familjet tona për shkak të situatës që ka qenë atë koha. Dhe na jemi rrit, si me thonë, të dëgju rrëfime ose të dëgju diskutime familjare se qa po ndodhë në vendin tonë, që shpi largojnë për vendeve të punës, që shprind tonë një largu për vendeve të punës, që kena met shumë familje, pas një tarën edhe mujnë me thonë që ka pas familje nuk e di për të ju, po ka pas familje edhe që në bajt për mërgatës, sepse s'ka pas as një tarën. Edhe ndëgjëm, unë e konsideroj, sot kër e mendoj, shumë a keq kanë qenë familjet që kanë jetu në vende urbane para luftës. Se s'ke pas shumë mundësitje, ke pas mundësi nëse me pas një vend punës, një prerje mandej. Ose heq, konsideroj që familjet që kanë jetu jashtë qyteteve, si me thonë vendet rurale, kanë jetu pak ma mirë. Kanë jetu për shkak se marrë me bujqësi, blegëtori, kanë pas tavolinën plot, kanë pas shumë produkte që s'kan pas nevojë as mi ble, me shmenzu, kanë pak ma e letë. Por jashtë me familjet që kanë jetu në qytete që mujnë me thonë shumë shlirë pa najmarë që ka pas edhe ditë kur njerës se kanë pas as me qka me fillu ditën për fëmi ose me qa me shtru në tavëlin. E konsideroj që kemi qenë shumë të ekspozum ndaj politikës. Politika na e dim është organizimi jetës të qytetarëve, qysh mundon në barazi, qysh me qenë mirëqenia sociale, këtu na si kemi pas as një. Për shembull, qëre nëse na sot tash jëm deputet këj mandati të tretë mrena 12 mujve, se bizjedhe shkurt djetore tash, na kur të votohet diçka në kuvend, ose në kuvend, si me thonë të je pjesëmarrës në proces politik. Kjo puna jo në kuvend është pjesëmarrës në një proces politik. Kur votojnë qytetarët, dhe me thonë dalja e qytetarëve konsiderojnë në votime, është kontribut tani në politikë. Pastaj qeveria është punon për politikat qeverisëse, ajo është direkt prekja e dorës politike. Edhe qysh tash kemi qenë shumë të ekspozum ndaj politikës, menoj si rini që kemi qenë, përjashtim nëse e bën krahasimin me vendet evropiane, unë menoj që ata nëse përfshien në politikë kanë ma shumë kështu për naj tem të pastërtis, naj tem qysh me mujt me qenë ma prezent rinia, jo për ashtim të na dhe në Balkan që konsiderojnë, që është ma shumë kështu punësim, qysh me mujt me ba një ndryshim të vogël, diçka ku e prek me njëherë një rreth familjar. Edhe menoj që kjo ka qenë shtyra të une për mu angazhu, nuk kom qenë kur kështu, nuk e kom pas lakmi me mri shumë në biznes. Kom qenë i përmbushur, kom arrit me qenë i përmbushur financiarisht me atë sa i kom pas targetet, kom arrit me qenë i përmbushur familjarisht, kom kryu një familje të shnosht mirë, po edhe në edukim. Edhe e kom pas një mangësi me ndoj që kom mendu që qëre pa u përfshi direkt nuk mundësh me jep kontributin. Edhe unë edhe sot shpesh bëj thirrje
që të ri do të mu përfshi qoftë nëse jo në politikë, nëse nuk i të rek politika, me qenë aktiv për shumë që rasti që keni qenë edhe ju. Nëse jeni OJQ, ose je aktivist që mirësh me çështje caktume, po me qenë i përfshim në jetën e përditshme. Unë mendoj që rinia është e domosdoshme, sepse shumica e popullsisë të na janë gjenerata jo. Shumica e popullsisë. Po, me gjas, kjo që na e përmenin aspektin edhe efektin psikosocial të përjetimit të disa situatave në lufte, para luftës, po knej në terma politik, le ta themi, po duket që angazhimi jonë në përgjithësi e ka prodhu ose ka ngjist shumë gjenerata një lloj motivi shtesë për mu angazhu për me ndryshu çështje të caktume, e përmene tash mos me fol për veti, unë konsideroj që jom goxha aktiv dhe i përfshim çështje të arsimit, deri dikun të energjetikës, me që ajo prek mirëqenien e qytetarëve dhe çështje tjera në përgjithësi. Ama e përmene një situatë që nuk po du me bo për efekte kështu të senzacionit, as kur gjo, po e përmene një situatë familjare për të prindit babës, edhe me siguri në atë ko, po më duket me njerë mas luftës, e përmene diagnostifikimin. Edhe në atë ko mjekësia edhe shëndetësia në përgjithësi ka qenë në gjendje shumë të ranë, se me thonë mrana venit edhe po du me ditë qatë përjetimin e juj në një situatë ku s'po du me thonë, se me sigurisht mu i me vlerësun, a ka qenë për juve me ma shumë, ma pak shpresë, po të i pas qato rrethana të shëndetësisë në gjendje të mjerueshme, me siguri kemi pas na. Kjo me prindin, ka qenë ajo periudha kur një këm pas 13 vjetë. Jo aq i pjekur edhe jo aq i vetëdijshëm me kuptu që mund është në qatë moshë edhe me hu prindin. Prej sfidës së mundjes që e ka pas, unë thash më herët, na jemi rrit në atë moshëm, unë tash kur në këtë kohë kur e kujtoj, menoj që ka qenë shumë stresuese dhe paramendo sot dibra neve me një mëngjes me fillu me na u bë e përditshme tema diskutimit që ka me pas luftë. Qysh është gjendja jonë emocionale. Këto e kam përjetu për në tonë, ka qenë një ngarkesë e madhe mendoj për gjithë, sepse kanë qenë një moshë të re, prindi jam në kohën kur ka ndodhur lufta ka qenë 38 vjeçar të nana, sot i kam 36 vjet, edhe shpesh e mendoj që pjesë sa e vështirë ka qenë për prindin tonë. Me të pyet, domethënë prindi me 42 u diagnostifiku me kancer. Tash për mua nuk kam qenë aq i pjekur me kuptu që ti mundesh në një moment edhe me hu prindin qatë moshë. Unë e kom qenë shumë i ri vetë për moshën që e kishte, po e kom kuptu që, po lirisht, e kom kuptu që ndrej atmosfera familjare. Atë që ajo ka qenë dashta indikimi e si me thonë, sfida e dytë e gjendjes emocionale temës si fëmija. Dhe ne kalum luftën, kalum qatë periudën që the edhe ti që na mas luftës, unë e maj men, ku shkoj shumë me prind të familjarë, të u konë si një ritual me bo, si sot që shkoj njerëz për bajram ose për vitria, dhe me shku të një familje, mi pasë u përfundoj lufta. Shu konë një metodë tash kur e menoj, lirë sa i vogël më thonon, një metodë që shumica tash na edhe në psikologjinë ma të modernizume, ajo prap metoda e rrëfimit funksionon si lloj çlirimi i emocioneve dhe i përjetimeve. Nuk kretë mbledhite mas luftës, nejat e mas darke kështu, për mi tregu rrëfimet i në konë një lloj shlerimi emocionale psiqik deri dikon. Në qitë moshën qena, veç me ndo sa ngarku se kanë qenë për neve si fëmi mi dëgju qëto rrëfima. Pavarësisht që neve nashta na kanë kalit që thojnë, në mendoj që gjenerata jonë ka me qenë gjenerata shumë e forë se generatat e reja, se po vinë se fëmijët e mi sot nuk mujnë me dëgjua si biseda në rrethin familjar, se jënë biseda ki tjera, tash ki tjetër kohë. Edhe ku kem aty të prindë dhe ku diagnostifiku me kancer, po, ka qenë shumë sfid, në atë kohë përshamë nuk ka qenë as shërbimi kimioterapisë Kosovë, dhe në baj men, u dashke me udhëtu me qatë gjendje baba me nanën, u dashke me udhëtu në Shkup,
për me marrë atë shërbim kimioterapi, një sfidë shumë e madhe për familjen, po të cilën prindje te i kaloj, ajo kaloj normalisht gjithë ata që janë sfidu me smundjen e kancerit e din që nuk kalon pa një pasojë edhe po mas ne e kum kuptu, prindje më kanë ndru jetë prej Covidit në vitin 2021, moshën 60 vjeçare, edhe pavarësisht që e kum pasu një moshë, kum qenë shumë maj rritur, e kum kriju një familje, atëherë kum pasu edhe djalin një vjeç në vitin 2021, unë që aty e kum kuptu sa rëndësishme është, sa e rëndësishme o prindi. Unë e konsideroj, kështu është një mitologji që zdjake dëgju që shpirti peshon 23 gram, 23-21 gram, edhe nëse është kjo vërtet që shpirti e ka atë peshë, unë konsideroj që gjysmën e asoj peshe e kam prind. Nuk e di, pa u provu njeri, shpesh ju thëmë edhe shumë tafërme, pa u provu me ata nuk mund është ti me shpjegu qatë ndjenin që e ki, kur ti e hub dikon që t'ka kriju. Dikush që t'ka sjell një jetë, dikush që t'ka rrit, që u kujdes, që edhe po është e vërtet, mendoj që i vetmi prindi ta dëshiron kështu të mirën ma shumë se për vete. Besoj të që kjo shumë, edhe kum pas një lidhje shumë tafërt me të, kum qenë, mos të më shok se konsideroj që ketë me prindjen, janë shok, po pavarësisht tyne sfidave që i ka pasu, në moj men edhe në atë kohë, baba ka qenë shumë kështu me s'me na mërzit neve, me na jep hapësirë, jo mu marrna, jo mu preokupu me sëmundjen e ti, a i ka vazhdu, u mundu bile shpesher edhe me eliminu qatë ndjen, veç se na mës me kuptu. Sa vjetë lërë gjati trajtimi? Po, trajtimi ka zgjatë me vite, për arsye se baba u diagnostifiku me kancer në fët, edhe ajo ka qenë një operim që është dasht mi largu telat e zanit, për disa vjetë ka pas atë problemin për me mujtë mu shprej, me folë, mas një ka bërë një intervenim tjetër në SHBA, ku ka mujtë njërë artificiale me folë, edhe ka zgjatë, unë konsideroj që vite tjera që i ka pas tjetës deri në Covid, konsideroj që kanë qenë bonus, ai që shtu e ka trajtua, dhe ka thonë që mas i shpëtova kancerit, sa do që jetoj për mua bonus, po normalisht që edhe gjatë atyre viteve i ka pas sfidat, u kanë ma i kufizum se na për me ba jetë normale, po që ai u kanë plot jetë, edhe me Edhe për të kësaj e lirë më ndëlidh me ata që e thej ma herë, dhe më thonë për perspektivës së prindit, më besoj që edhe jam i bindun që dhe prindi ju mas atë të kalimit të aty në sfidave e ka pas edhe një lloj ngushëllimi shtesë për faktin që ta dënë të mirën pa kushte, edhe besoj e ka patë secili pe juve mandej atë aftësinë edhe t'jujen për me u ngritë, me u zhvillu edhe me qenë kom t'juja, që na tregove edhe për aspektin e angazhimit në jetën biznesore, le ta themi. Po mas kësaj, lirë na mujna nështë me kalu edhe të angazhime shumë ma formale, le ta themi politike, po një sanë që la pak për shtypje nështë apej studime tua dhe ajo ndëlidhet me aspektet shoqënore edhe të një shoqënie në përgjithësi. A të do këty edhe për gjatë studimeve që marketingu është për mënyrën qysh funksionon, është, po ta thëmë në mënyrën ma të vrarë, se ta shlire kemi me siguri muna me diskutu, a është, ose dhe në qëfar masë marketingu është një shpërlarje e trunit për faktin që për shembull unë tash secili të ngrej katerën dhe vetë kum studiu filozofia dhe kur kum pas nis me hulumtu ose me studiu që sferën e konsumerizmit në përgjithësi, e kum pa që sidomos është një thymje edhe e periudhës mas nipit të Freudit, tash edhe miku edhe emri, po me sigurim kujtohet, që ai ka bo që transformimin e madh në Amerikë duke projektu marketingun
në funksion të përmbushjes jo të nevojave, po të fantazive. Po. Domethënë njerë na krijon një marketingu është në funksion të përmbushjes së një fantazie. Shoqënia ta krijon një fantazi që ti duhesh me përmbush, mandej marketingu ta sforcon edhe një herë çatë idenë që ki nevojë për diçka. Po di për marr shembull telefonin që duhesh me ndru çdo vit edhe nëse s'ki nevojë. Domethënë çdo herë në përndjekje diçka. Edhe kur hi mrana mandej edhe kur je fut vetëvendosje nuk e di qysh janë përplasë të koncepte. Është një teori që edhe ligjerohet në marketing. Është që tash pak e kuptim edhe pa dasht mu, se normalisht dikush e ka kompanitë e mëdhaja, mas ne kur shndron në korporata, është pjesë e funksionimit të kompanisë edhe buxheti për marketing. Ajo është tani mirë mbajtja, kupton? Si më thonë ka kompani. E shpreha famshme e Trumpit besoj autentike që thotë nëse i kisha pas kaç përqind një pjesë madhe e kisha futur veç marketinga. Po veç është unë këto desha më shku. Kjo teori është që në produktet ose si më thon pelojmë të produktet që nuk kanë shitje kanë nevojë për marketing. Nuk e di a ke dëgjuar këtë teori. Do të thonë s'di edhe në këtë jetën tonë të përditshme a ke vërejtjen do produkte që na si shohim kur të bëjmë marketing. Po gjatë jetës takohemi me to dhe kem pa çara. Ty s'ke pa nuk sheti marketing për buk. Buka është kam u ble, nuk shë marketing ti për buk ose për do produkte që janë esenciale. Tash te kjo presidenti Trump menoj që prej presidentëve kështu ose prej politikës, unë konsideroj që është njeri që ka pa mas shumë të hajrin marketingut dhe PR-it. Ai ka ndërtu, si me thonë, njerë ka pranu me qenë edhe statist në disa filmat, veç sa për me, si me thonë, me reklamu profilin e ti personal. Duket është te Home Alone, Te Home Alone 2, aty është një sekuencë 30 sekunda, kur hinaj Kevinin në hotel, kjo është sekuencë shumë, tani e ki ka marrë pjesë edhe në garat të boksit, nëse s'ka bojë. Ato që janë po W qash tani se. Po. Ka pas kështu, si me thonë, gjatë jetës ka vepru për marketing individual. E të kjo pyetja që a ka pas në ndeshje të koncepteve pastaj me lëvizjen vetëvendosje, unë e konsideroj që jo, për arsye që pajtona që marketingu ka njerë ka edhe këtë synimin këto fantazite e njerëzve me mundu sa ma shumë i vizualizu. Po, krahasim të lëvizja ka qenë ma shumë kjo komunikimi me masën. Edhe kjo është një farë lloj marketingu, po që e ka pjesën e vetë ndame, edhe është ajo koha kur lëvizja hyri ngarë për kuvend, ishte koha kur filloi, më konsideroj që lëvizja vetëvendosje ka bën një revolucion sa i përket paraqitjes kështu në rrjetet sociale. Në atë kohë për lëvizjen vetëvendosje ka qenë vetëm platforma Facebook si dritare ku ti ke mujt me komuniku me publikun. Edhe po bëhemi shumë të sinqert, unë shpesh e them kështu në diskutime. Po thuhet që në fakt përmbrana kontekstit tonë VV-ja ka revolucionarizuar këtë punën e efekteve vizuale, prezencës vizuale, formave alternative të komunikimit me publikun. Po kjo ka qenë forma më e lehtë për me mujt me dërgu mesazhin te qytetarët. Tash ti sot e bën një aksion politik, po nëse nuk arrin me dërgu te masa me pa ata që ata aksion politik me kuptu, atëherë aksioni politik mund me qenë fare thjesht i dështuar, dështon edhe ti e bën shumë mirë, e artikulon mirë, e shpreh mirë, po nëse s'arrin me ja dërgu masës, çato që ke dashur në aksion politik, që ky proces tash, për shembull prej planifikimit të aktivitetit politik, mas nej kur zhvillohet aktiviteti politik, e deri te distribuimi te qytetarët, edhe që kjo njeri është pak marketing, që kjo e prekse sot ashtu edhe kur te menojnë në kohën që po jetojmë, edhe kur te ideon një aksion politik,
pa dyshim që kime pasë në karkesën edhe qysh kime plasu. Ka mu të ndiku edhe aktiviteti politik në formën qysh mund është me plasu. E mas nej për me dal pak edhe të kjo e fundit që e thea marketingu aja u plotson ato fantazit njerëzve është filloj edhe bota me esë në drejtim, tash kemi platforma ku e shëron pak që ato që ngritet jam. Për shembull, ki do platformë Instagramin, ku ti sheh shumë ashta shohim shumë njerëz që i njohim që realisht nuk e bojnë çat jetë që na shfaqet. Tash sot nuk është i rëndësishëm për fat të kesh përjetimi, sa është i rëndësishëm ekspozimi. Tash nuk është në një farë formë dhe jeta jonë është një lloj marketingu për diçka që domethënë për diçka që lindja e shumë nevojave që në realitet nuk janë me domosdo bazike ose janë veç të shpikuna. Një shembull, tash sot Dibrani shkon në Spanjë duket ke. Tash shkon i pushimti. Edhe nuk e kiti qëllimin me reklamu. Unë nuk e kam qëllimin, kur të fut në Instagram, në qatë platform, nuk e kam qëllimin me ble. Po në mvedi ajo unë, tash Dibrani, poston në fakt e blen mënyrën e jetesës. Të më thunë se ti menon që ajo është e vërteta e plota e një mënyrë të jetesës, që nuk është. Të më thunë, tash unë në masa saj më tonë, ty që kum shku me punu në serë, nështë edhe ato ma beson. Jo, ishta me dojnë tjetër. E vërteta e plota, po mire ki, ti dush me ble fantazin, ose me tentu me përmbush fantazin e një udhtimi në Spanjë në mënyrën që shdo këtë atje. E tash pak aty ajo kom vesh për fejel, se që kush do që fejohet dhe ta bën njëherë. Vesh tash pak njerëz e din sa vështërsi ajo të ka qenë desa ke si gjatë fota. Desa ke bo që kene, tu bajt, trena, që tash më të kallë, jo trena, e ku marrë kjerën elektrik, edhe më kalon midis rrugës se s'ka pas mundësi mu mush me aplikaciona. Tash që to nuk i din kërkush to përjetimet rrethanore. Ne e shohim veç atë finalen, e thojnë, ku ka knash Dibrani, ka bukur me shku. Do thinja e gom vish për Spanjës, specifikisht. Çfarë hije ka me kjerë elektrike. E tash, ty të kanë dalë disa thinja, po ti ke arrit disa tjerve, mi au bo planifikim të kalendarit udhëtime në ndonjë moment. Qëse, jo veç unë, jam bashkë pjesëmarrës aty në Spanjë. Si e kom vetë, po. Tutë dhe ato. Ama shumë interesante, le të më thonë qaj ideja e ti me gjitha të geniale, nipi të Freudit, a ka më ndretit, zi pse po i referohemi kështo, që tash hi e gjej, është se mos me Coca-Colën edhe duhanin, kur ka nis me revolucionarizu idenë e marketingut, na që tash edhe me full kritik. Po të ndërprej shkurs, di janë bon me në punën e marketingut duhanit. Nuk e dhja din që marketingu i parë ka fillu me sportista. Sportistat janë shfash të pi. E ki Michael Jordanin në zhveshtore të palestrës, se ka reklamën, me do të asdi atë kujtojt, une nuk e kom rri për veti personalisht, po ka qenë lejume me pi cigare deri në zdicën e vetë në aeroplan edhe në autobus. Për shembull të filmat tonë vjetër, shqiptar është një skena aty, Ilir Shaqiri, kur udhton me autobus, e kom këshyrë filmin tash, edhe kur udhton me autobus në Mërgim, edhe aty në autobus, këtë udhtimi është me cigare në autobus, aty një farë. Pak si jodë, aty me ta që malë. Po du me thonë që shumë dukuri që sot vlerësohen si shumë dëmshme për shëndetin e njeriut, ajo ana e fort komerciale ka arrit për atë kohë mi ba shumë të mirëqena, për shembull. Sot është e pa imagjinueshme një sportist me reklamu cigarën. Jo, në shatë të thonë Edward Burns, se pas ka pëndu këtë emën, ai edhe garantor ata që na shohin nëse kanë vakt, është Century of the Self, një 2 dokumentare në YouTube. Edhe që kjo puna e fantazisë, po në çfarë stadi kemi mbrinë na për marketingun me fol, edhe për shembull çatë kampanjen që ai ka ideu që Coca-Cola me kon prezente në çdo tryezë ku hahet dreka, darka, buka, domethënë mbledhjet familjare,
festat e gjithçka me kon prezente. Edhe që s'është nevojë e domosdoshme as jetike as bazike, po është nevojë me që ka lind për marketingut. Tash na edhe kur e kritikojmë qatë qase, domethënë i bëjmë reklam një produkti para menot, domethënë ajo ka qenë. Fjala po ne nuk pajtona shumë, që nuk ka marketing keq, jo. Kështu që të shohim tash edhe mbrana kësaj shoqënisë. Vlerë la shumë ma pak kohë për politikën dhe formalitetet. Po kjo është ndoshta e fundit si pjesë përfundimtare e këtij diskutimi edhe këtij lloj muhabeti që besoj që goxha rrjedhshëm deri tash. Më duket je deputeti që ki rritjen kështu eksponenciale më të madhe të votave prej 30.000 në 50. Prej 19.000. Prej 19.000, okay. Prej 19.000. Prej 19.000 në 50. 52.900. Okay. Çfarë formule thash më ia thon këtu në deputetëve të ri. Ja, mendoj. Që Ilir se goxha besoj kemi më pak formalitete na dhe diskutimin edhe marrëdhënien. Unë besoj që tash kur e shoh unë si vëzhguesi jashtë, edhe goxha serioz i platformave dhe asaj që ndodh në kampanja elektorale, hapësirë ki pas mjaftueshëm në për platforma, domethënë ka qenë veç një lloj vullneti përbashkët apo qëre me studiu marketing e mos mi bëj. Po, mos mi bëj vetë të reklam. Ja, ideja kjo mendoj që unë hina në shkurt për herë të parë. Edhe për mua ke diçka e re, një sfidë e re. Për shembull tash ndoshta duket shumë kështu jo e zakonshme. Shpesh herë në shkurt ja humba vetit pyetjen ku shkojsh anaj takim ose mi thon tu bëm shtyne që ma në për shkolla, unë jam qasi tipi pak me overthinking. Edhe e pyetësha vetëm pak që ka nërës, ta njerës tu bëm, pa dhe nështë. E mundshme që vinë qështu 50-60 vetan, 50-60 qytetarë në një tu bëm, edhe a është reale që kjo që bindëm për qëti tu bimi, që funksionan kjo, apo vinë tu bëm, për shembull ne kom kuptu që në këto piquj tu bime, takime tu bime të mdhaja në sala, përbes qytetarët vinë zakonisht për liderin. Vinë ma shumë me taku liderin, vinë ma shumë me bonaj fotografi, me bonaj pyetje që kanë dëshirë mi ashtru. Edhe shkurti për mu kem sim, me kuptu pak qa shërbejnë tu bimet, cilat janë temat që qytetarëve interesojnë, qa dojnë me dëgju qytetarët. Mas nej, shkurt dhjetor, keni periudhë ku shpesh edhe familjarët, mës të më dhe shëqia bëshin a i gare, thëshin, doni me shku në zgjedhjet, ty nuk tras me shkel foltorën, për një me keq ashtu, se na ishëm deputet, po pa mundësi me ushtru mandatin, pa mundësi me dalë edhe me foltore, me folë, ose me shtru një... Përfundoj kjo, na në mujë shku kështu, na nuk ishëm asë një mundësi. Mas ne jenëm zgjedhjet dhjetorit, në zgjedhjet dhjetorit, pash që qytetarët dojnë me dëgju paka shumë muhabetin ose temat jo shumë formale. Kanë dëshirë me dëgju cili o problemi, qysh zgjidhet, edhe kanë dëshirë me qenë sa ma leti kuptueshëm për qytetarët. Edhe nëse përdor kështu terme akademike o problem, qaj mesazh me mrite te qytetari. Do të thonë pej Dardanisë, Sami Frashrit, unë i kom pa do video të shkutuna në për Oda, kështu. Po. Më kanë thonë shumë, edhe për shtarë që në për Oda, që ke mojtë fjali me adin Kogja kështu, si me nejtë në Oda, unë bile bisha i gore, shra qëre nëse dhe më karo me nejtë në Oda. Mas shumë ti ka mujtë me mra, me shku me zbraz naj takjetuke me cigare, që e u kanë detyra, mas shumë ti se... Te qaj më të lomë, po gjë problem, ha? Përgjëtësi e madhe, dhe i ke një shok i babës, dhe i ke qërë dhe qoban mu kanë, qoban i mirë, dhe i ke, është ko gja përgjëtësi. Nuk është të thjesht veç, po, dënë, ko gja. Po, nashta është ma shumë që kjo që thashtë edhe ma eret, që kjo fëmiria që i na ekspozu shumë,
na ekspozu shumë para temave, mos thom kështu edhe të jo veç politike, po tema tradicionale, edhe mas nej normalisht që ato ndikojnë në formësimin e një personaliteti. Unë dajti kom me priardhje prej Llapit, vetë që shtregova pararësit e mi me priardhje prej Gollakut, edhe dihet kështu që në vendin tonë, odat e Llapit, Gollakut, po edhe treva e tjera në Kosovë, janë, më themi kështu, institucionet e para të shqiptarëve, që aty janë taku, që aty kanë zhvillu diskutime, biseda për në atë kohë shumë java, që aty janë majtë, si me thonë, me gëzime me idhnimet, pa me për një rasdekje, ose një gëzim kur dikush u martu, ose ka jep dorë që shkanë shprej në të kaluarën, edhe në ashta që kjo është që jo shumë, e pranë jo shumë, s'ka qenë shumë ekspozim i madhë në oda, po në ato kohë, thash, kur ka pas idhnime e gëzime, na pa dyshim që para luftës jemi kanë shumë atë afër, besoj pajtohesh kemi shku shumë a shumë të njëri tjetrit në idhnime edhe gëzime, edhe unë kom qenë aty si kolateral, kur ka shku familja, pa dyshim që s'kan mujt me mlanë edhe më kanë marrë me veti. Po duket që ki absorbu shumë, për që aty në video që kom po. E tha që nisë me thonë që me 28-in ma ndej njerëz ishin me një ma shumë së tema. Edhe pastaj u zgjedha 28 dhjetor. 28 ke edhe një frymë dhe një entuziazmi për shkak edhe diasporës. Me gjasu kombinun do rrethana. Aty mora dikun 19.000 vota, 2.000 ma shumë se në Shkush nëse s'gaboj kun pas 17.000. Po që ndodhi mas dhjetorit ke që ndroj që kjo situata, na mujtu me dal me diskutu, mujtu me dal me majt fjalimin në kuvend, dhe unë e konsideroj, nuk e dija pajtohesh, që kjo puna në seansa është puna ma e pak të deputetit. Unë konsideroj që deputet kam përgjithësi shumë të madhe në komisione. Aty bëhet, si me thonë, aty zhvillohen temat kryesore, aty shtjellohen, aty fillon është fillimi. Besoj dirë që tash një pjesë e përgjigjes nëse është që kjo, zakonisht në shkenjë katun edhe i marrë monstrat shumë sigurta i kam për qysh performojmë politikisht, edhe qysh performoni ju edhe partitë e tjera, edhe kandidat, e kur të shoh që ata bashkëkatunarët e mi e kanë majtë me një numër specifik për shkak një paraqitje në një debat ose kështu, e di që ka me pas sukses. Po, unë e kom pas... Ma kam thonë edhe atje. Po, faleminderit. Unë pas numërin 68, unë një numër më mbajt letë me. Po, konsideroj që njeriu duhet me jep vlerë numrit, jo numri njeriu. Unë konsideroj që ajo për mu ka qenë, si me thonë, gëzimi ma i madhë, kur njerëz të më kanë taku në qytet, më kanë thonë aji 68, që ajo për mu kanë, përshem qëto zgjedhje, po bana shumë i sinqert, unë qëto zgjedhje, ja ku mba pyetjen veti që ku më kalu në dhjetor, së më kishë njohë kërkush, se tallimi madhë, kur fillova me dalë në qytet, njerëz t'i panë 2-3 debate, edhe në pëtëshin, aje i qëtash për jetë parti, aje kanë, jo me më kanë legislaturën e kalumë, po duke që ti me majtë këtë numër. Pata befasu, isha qyshme, pas kanë votu në dhjetor, sa pak njerëz më kanë njoftë, për mësë me zgjatë, mas nej, keq kjo periuda që na mujtë me të regu vetën kuvend, erdhen zgjedhjet e qershorit, unë e kuptova që shumë e rëndësishme është kontakti me njerëz, sa ma shumë e taku njerëz, kuptova që ata që të shkrujnë nuk bën asesim mos më u përgjigj, për shembull, unë pas Dibran mbi 1600 mesazhe të reja, që s'kom pas kur komunike me ta, edhe 1600 ju kom përgjigj. Secillit, tu e falenderoj, se unë konsideroj që mund dikush me të shkrua me lymë mbështetje pas një interes. Kuraj ajo të kushton kuraj e merr atë mund, mendoj që është shumë e gabueshme nëse s'ja kthen nëse respekti nuk ka reciprok. Po edhe me qitë idenë, dhe ishta me thonë edhe ma herët, unë mendoj që bashkarisht, unë ju me podcaste shumë tjerë të ri, du me ndru qitë mentalitetin që deputet ose politikan pak jenë diçka nivel ma i lartë, jo na jem
Këtë njerëz, Kemi aty dilema, diskutime, a janë më lartë në nivele apo? Dikush e bën punën si deputet, e bën atë punën e tij si me një podcast. Tash puna është edhe kamerës, atë nuk bën me pas si dallime se jem shumë vend i vogël edhe duhet me qenë sa më afër njëri tjetrit. Për shembull, unë mund më mësu diçka për juve, mund më mësu diçka për atij që është me kamerë, ai mund diçka me mësu për meje. Jemi vend që kemi kaluar një tranzicion edhe mendoj që nuk mundemi askush të mos shujt eksperta të një fushës të caktuar. Lirket, domethënë kaq paradoksale duket milion fund 5 minuta ko diskutimeve që kanë apret, domethënë se na veç i përmenëm proceset që kemi tash në një vit e gjysmë sapo buhen në një ngërçe krizi institucionale, ama për më qysh menon tash edhe nga perspektiva e partisë edhe masi e mrana se na hynëm mas 9 shkurtit 28 dhjetorit e 7 qershorit në cikle ka njëherë po doken si të pafundme se nuk po mujmë kërqysh me mri formimin e themelimin e institucioneve në plotni, ja po me të kuvendi, ja po me të qeveria, ja po me të presidenca. A ka na i gjas edhe cila është e rrugën për me dalë pe qëti ngërçi për çdo kohë që ka me. Po supozojmë që nesër ndodh certifikimi i zgjedhjeve edhe tash është dina e verës edhe është muaj korrekt, është muaj ku njerëz mas shumë ti kanë dëshirë me bë pushime Bregdet. Është një spekulim e lirë që gushti do shpallet pushim pe kuvendit. Nuk e di me çfarë justifikimi se mund pak si penal. Që tash korrekt në çit kohën kur njerëz e kanë atë vullnetin dhe dëshirën me shku në Bregdet, beso me shku 3 herë, për 12 muaj edhe në pushime njeri priton, se unë zgjedhja, është një farë lodhje për krejtë, sidomos për qytetarët atë. Edhe konsideroj që edhe këto të qershorit kanë të panevojshme, pa dashur kështu me drejtu gishtin të askush, ajo secili e ka vlerësimin personal. Te kjo e gushtit, Dibran është në rregullore të kuvendit, po dhe është në kushtetuese. Që kjo është të keqja që... Po si di lira, patëm na vitin e kaluar jo më duket. Po. Apo? Po. Është nëse ka qenë me këto... Jo, adin që ka ndodhur. Interpretimet e gjykatës kushtetuese. E ka kap atë kohën kur gjykata kushtetuese e bani një mas, edhe ka kalu në atë kohë, thotë që do të me qenë pushim, po kjo mundet mu interpretu në 2 mënyra, dhe nuk mendoj që ai pushim vlen kur kuvendi jo funksional. Mendoj në periudhën cilin kemi kalu dhe kuvendi ka mujt që nuk ka qenë funksional, konsideroj që nuk ish dashur me shku pushim. Dhe nuk e di qysh kemi mujt edhe me këto ditë që pi kalojmë janë shumë pasive edhe për neve. Besoj që edhe unë ponina diqysh i pa dobishëm që 2 herë të një proces zgjedhor dhe të prit procese jo certifikimit e jo tash nëse ndodh edhe ky pushimi është goxha demotivuese. Se duket i lirë në fakt e keni një përgjegjësi shumë të madhe para vetes që pajtona plotësisht. Sidomos zgjedhja e presidentit, nuk e di na mas 4 tetorit mund me hi në interpretime kushtetuese, po nuk ish dash në shta më mri një lloj precedani që shtjerët afati 6 milion shturëse dhe detyrës. Veç edhe diçka na dumi me refuzu Libran edhe mendoj që mundesh me ndihmu, me kontribu këtu për vendin, jo për në pjesëmarrjet që i kinë debate. Konsideroj që shumë herët me njëherë Libran s'dia a për vren këto atë karon vesh, me njëherë për qesëm opcionin zgjedhjen djetor në këtor. Vetë po fillojnë pak që ta me ushqy vetën që muj me jo personalisht mësë më keq kupton. Jo, ama po duket që disponimi ose indisponimi ama i shkon mirë na me ndërtu që ta, me ndërtu këtë narrativën që jo zgjedhje asesi. Krejt bashkë. Gjitha subjektet, përfshi lëvizjen, vetëvendosje, subjekte opozitor. Kriteri parë me qenë zgjedhje asesi. Hiç për asmos më përmend. Pse pe them këto? Kur përfundon zgjedhjet e dhjetorit, filloj që kam njëra dhe, s'ka ku gjithë zgjedhje. Edhe besom që mu do keq atëherë pa mundshme. E projektum na vetë, më thonë. E projektum vetë.
edhe konsideroj që janisja edhe me na flajt. Po më bën edhe zgjedhje, aty nuk e morëm si diçka të jashtëzakonshme, as dëmshme, as ngarkesë për buxhetin se çaq shumë e ushqym, sa ajo për një moment u adaptu kështu në përditshmërinë tonë edhe na veç si me thonë veç e pritshëm datën. Veç na pi deklaratave përshojmë që nuk po duket që kanë ndru pozicionimet e partive tu nis për lëvizjes së vendosje. Unë mendoj që po thot na sipas asaj që mund ta më kuptoj. Na do vazhdojmë me konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë me që kemi numrat dhe mbërrim të presidenti dhe konsultohemi me parti tjera. E këtë skenar na aprovum mas 28-it nuk funksionoi. Nuk po them unë që duhet ndoshta prapë se cila parti ka llogaritë vetë. Çfarë prapë e them veç edhe diçka. Prapë e them që ma mirë ndoshta se me pru opsion të avëlin që zgjedhje, ndoshta ma mirë është me pru opsion të avëlin që presionin të gjithë që jo, nuk ka zgjedhje, ju duni me bo një zgjedhje. Zgjedhja nuk është opsion. Kini ndomë dhe gjenën një zgjedhje dhe mas delën e derisa të... Ashtë na pemarëm, po, ama hiç më s'mu kanë diskutim, jo më çfarë zgjedhje. Kini me bo një zgjedhje. Zgjedhje, u majtën zgjedhje, që janë as diskutim. Që kjo me ndoj që na kish ndimu shumë si shoqëri nëse e bojmë që të prerjen, se jem të hini në një cikël ku po bëhen zakonshme këto zgjedhjet e jashtëzakonshme. Unë e kum pa pesho edhe qytetarët po më pyesin, a zgjedhje prapë, jo bre, pse zgjedhje prapë? Atë nuk po është hiç opsioni 2. Na do më ul më marr vesh. Sa i përket saj dhjetorit, i bran veç një gjë do me qenë me qytetarë të shumë sinqert unë për veti, po flasën këtë drejtim, 9 dhjetor nuk arritëm një marrëveshje, sepse me të drejt, disave, nuk e gjykoj, nuk e paragjykoj, me të drejt u kriju një bindje që... Ka qenë rezultat artificial. Rezultat artificial, në 2 ka qenë rezultat, sepse qytetarët kanë mendu që ju një formacion bashkë me ish-presidentën, po dojmë me pa është i njëjti vullnet, është i njëjta mbështetje dhe teorikisht e kom arsytu deri dikun. Kështu si me thonë adin, po bre është që këtë dilemë të qytetarët, që to janë kufit që ja kemi vendosur njëri tjetrit, edhe po prap rezultati njëjtë. Prap është rezultati i dhjetorit. Unë po konsideroj që qytetarët po vlerësojnë që mbikëqyrja ose kush do të mi pri qeverisjes, qytetarët po thonë lëvizja dhe vendosi. Adin edhe, po pelajnë një hapësirë, sidomos të zgjedhjet të qershorit, edhe që është mirë me u marrë vesh me dikon për subjekteve opozitare. Po, edhe në zgjedhjet e dhjetorit, kur e dërgunat leximin e mosdaljes si një lloj revolte. Po, unë kam frikën që nëse vazhdon mu ripërsërit kështu, dalja veç ka me shku të ras, se s'ka motiv për mu rri dalja. Na duhet me jep një shembull, një rezultat të që jemi mundu, që po mundomi për me qenë dalja mu këthy prapë ku ka qenë. Dollën gati dibra 1 milion qytetarë në dhjetor me votu. Edhe nuk konsideroj që është në rregull na mi u thonë tash aty 1 milion qytetarëve, qëre, një 2-3 që janë në politikë të përfshim, po kanë dilema që ky rezultat është artificial edhe për shkak të dilema të 2-3 persona, na duhet edhe njerës ta 1 milion qytetarë mi qitë në zgjedhje, normalisht që do refuzon. Normalisht që do për njënë, nuk mu i kështu, adin tash me prish jetën tem atje me 100 planifikime, pse 2-3 persona atje nuk po bindën që kjo vullneti i qytetarëve. E thjesht i lirëse, tash masi i kemi shtjerë gati këtë skenart e mund të shumë prej në shkurtit e kënej, pyetja është shumë bazike. Pritja opozitës që ju keni me iftu ata për një marrëveshje ma të gjanë, gjithë përfshirë se që do shquje, pako po i thojnë, ose qarë do t'jetë marrëveshje klasike politike ma herët i thëshën. Ndërsa, pritja ju përduku që është me që na kemi marrë votat e mjaftueshme për me konstitu, do më thonë, kuvendin edhe formu qeverin, na vazhdojmë me këto 2 hallka të procesit të presidenti mande uli me flasën.
Cili për skenarëve është më i mundshëm? Në konsideroj që edhe në vjetor, po edhe në shkurt, një ftesë për bashkë qeverisi u bë lidhjes demokratike të Kosovës. Veç ishte pasi që u themelun këto dy institucione. Ish mundësia që me përfshi? Është afati i datave, Dibran, ku ti nuk mundesh mi te i kalu edhe krejt atë besimin e madh qytetar me vendos të dikush tjetër se qysh po i përgjigjet ftesave. Unë mendoj që ti dush me vazhdu, edhe nuk do me thonë që u formu atër qeveria dhe na u barikadu, mja nuk i ndrojmë ministra, përkundrazi, në atë letrën që e dërgoj kryeministri, Kurti na bën ftesë për bashkë qeverisje, pavarësisht që tash po duket dili që u komplikua dhe më shumë situata me zhvillimet e brendshme LDK. Domethënë kjo në fund ditës aty në kuvend me që jeni ju e dini që është çështje numrash edhe që di sa do të jenë gjasat që një pjesë e LDK-s, ndoshta edhe AK-ja, edhe ju me mujt me mbritë dhe që në nevojshëm për korumin për president. Veç a mendon Tibran që është shumë e rëndësishme dhe më ashtru këtë pyetje na vetës, pse deri sot hala sot pres nuk del asnjë subjekt opozitar në konferencë me thonë çto janë kushtet tona. Ka dalë AK-ja, ka thonë disa kushte për me bë korumin, gazi, pragu i të vështirësit të tjera. Ama na e dim që AK-n nuk mjafton për me zgjedh presidentin. Po pezojmë dy subjekte që janë më të mëdha opozitare, as në vjetor as tash. PDK-ja po duket që ka marrë një qasje refuzuese me që e pret verdiktin e Hagës. Shumë rregull, po mendoj që është mirë Dibran, mendoj qysh pastrohet që këtë dilema të qytetarët. Del PDK-ja, konferencë, e marrë një konferencë, në rregull nuk është bërë kur gjë kjo e jashtëzakonshme nëse PDK-ja del të dëgjoj. Na jemi të e prit një verdikt që na vjen prej Hagës, liderëve tonë. Në këtë fazë nuk jemi për asnjë marrëveshje, asnjë koalicion. Nuk do me thonë që në tarmën... Ja mund me thonë ashtu që i vjen një lloj kalkulimi puro elektoral. Beson qytetarët për vlerësojnë shumë sinqeritet. Çto deshta me dalë të qershorit që më pyete për rritjen e votave, unë jam mundu sa më shumë me qenë transparent te qytetarët. Ata me kuptu sa ma thjesht, jo mja u bo kështu shkencën veti, po sa ma thjesht mja u përqu atë mesazhin të ata. Ose LDK-ja, me dalën në konferencë, me thonë dëgjoj, na kandidu me ish presidentën Zonjën Osmani për presidente, kjo rezultati jonë, edhe këtu janë, si me thonë, në kriteret, s'po thonë kushtet, nuk pe radikalizoj, po kriteret, për një bashkëpunim, edhe mi vendosë. Pëzojmë, e dojmë krye kuvendarin, ose e dojmë këtë ministri, ose e dojmë zanës kryeministri, ose nëse e kanë për një me edhe presidentin, po tani ajo përgjigja që është vjen për i lëvizjes dhe vendosje, po do të diçka ma realiste, bazë vlerësimit qytetarëve edhe me dalë me tërgu. Po jo, që kjo po menoj që është shumë e dëmshme, do të me dalë me thonë që na në bashkë të një kriterë, e pranojmë një bashkë qeverisë edhe jemi të gatshëm me kontribu. Mas ne është televizja vendosë. Na për momentin, as në vjetor, as tash, nuk kemi as një opcion. Opcioni është që, po e vërtet, ju jeni fitus, po do të më zhvillu në gjarët që shdojmë na. Tani kjo nuk është pak, nuk është rregull. Unë po shpresoj që na nuk kemi me shku edhe njëherë për zytje me i reciklu skenarët që tashmo veç që i kemi zhvillu ose në cilët kemi ecë, e disha që kemi me te kalu kohën për fillimin se na zgjati muhabeti, po shpresoj shihemi edhe herave tjera e diskutojmë çështje dhe tema me interes. Faleminderit shumë për mundësinë dhe për mund ke prej atyne emisioneve të rralla, më stëm i pari, se s'kom pas shto emision që shkon koha kash rrjedhshëm edhe jo i fokusum kështu specifikisht në politika auditore. Kështu që faleminderit shumë e rime edhe njerë. Faleminderit shumë. Shikus të dashtën, ky është shtegu për sot, jemi në shtegun tjetër. Faleminderit.